Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nuk do të thot që çdo njeri që të fyen, të shan, të ofendon, të kërcënon, bullizon, nënvelizon, edhe ti mu ngrit mia kthy. Qoftë me shkrim, qoftë me fjalë, nëpërmes rrjeteve sociale, nëpërmes ato rrjete domethënë që po përdoren sot prej njerëzve, edhe me njëherë mia kthy, mu nxe, me fy, me shajt, nuk është e udhës kjo. Po bën sabër se do të shpërblehesh, do të vinë shpërblimet se vapët pa u lodh. Hiq mos u merr me këta njerëz. Vazhdo me punën tënë, me jetën tënë. Njerëz tjerë të cilët fyen shajnë ti bën sabër ndaj tyre, ata i marrin mëkatet, gjunahet, ti jo merr se vapët, ti shpërblesh në këtë dynja dhe shpërblesh në botën tjetër. Nuk të thotë që çdo njeri të mia kthy, bën sabër. Disa prej të parëve, selefëve, kanë thënë, por sikur mos kishte më qenë dita e Kiametit, s'kishim lënë njeri pa ja kthy dhe pa e fy e pa e shajt. Por ja që nesër është ditja e Kiametit, kena me dalë para madhnisë Allahut Azza wa Jall, e hesapet kanë me qenë me sevape dhe gjunahe. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ishte me Abu Bekrin radhiyallahu anhu duke nejt, erdhi njoni edhe filloi me e fy Abu Bekrin në praninë e pejgamberit alayhi wasallam, me e shajt, me ofendu. Abu Bekri bëni sabër, por më dikun deri dikur e lëshoi sabri, edhe ai ja ktheu. Edhe Abu Bekri ja ktheu. Dhe shkoja e njeri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ja Abu Bekr, e pa shejtanin që erdhi, pasi që ja ktheve. Sikur të kisha me bo sabër, mos kisha mia kthy, mos kisha me i fol hiq, laj që të ka shajte, të ka ofendu, po sikur mos kisha me ju përgjigj, dhe unë i kom pa me lanqet duke ja kthy. Ai ty të ofendojke, me lanqet ja ktheshin ati. Kështu duhet me qenë besimtari. Modest, thjesht, me bo sabër. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhalla xhelaluhu të na udhëzoj, të na ruaj nga çdo njeri keq, nga çdo njeri mizor. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju lëm në rahmetin dhe mëshirën e Allahut. Allahu ndim.